Vazhdojmë me përgatitjen e recetës së radhës. Sot po përgatisim një ëmbëlsirë të lehtë, të shpejtë pa pjekje, pasi zakonisht janë ato ëmbëlsira që i kërkoni më shumti. Por sot këtë ëmbëlsirë do ta bëjmë në gota, për ta bërë më të përshtatshme për ta shërbyer nëse kemi mysafir. Fillimisht në njërin më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë qumësht. Në total do të përdorim 1 litër me qumësht. Tani vazhdojmë që ta shtojmë sheqerin. Sheqerin mund ta përshtatni sipas shijeve të juaja, ta bëni pak më të ëmbël ose ta bëni pak me më pak sheqer. Unë do të shtoj 7 lugë gjille me sheqer. Vazhdojmë dhe shtojmë pak aromë vanilje, mund të shtoni edhe vanilë sheqer. Tani vazhdojmë që të shtojmë të qumshti 3 lugë gjille të plota me miell. Shtojmë edhe 3 lugë gjille me një shiste dhe përzijmë mirë. Tani në tenxhere shtojmë edhe vetëm 1 kuqe të vezës. Përzijmë mirë dhe vazhdojmë në zjerje. Në zjarr mesatar, duke përzier pa ndërprerje dhe duke qëndruar afër që kremi mos të na digjet, e përzijmë derisa të trashet mirë. Tani që kremi ka fituar trashësinë e dëshiruar, e largojmë nga zjarri. Tani të kremi valin nxehtë, shtojmë 250 ml krem pana për ëmbëlsira. Vazhdojmë përzijmë tani mirë, derisa kremat të na lidhen dhe të na bëhen bashkë. Tani tek kremi i nxehtë do të shtojmë 250 gram biskota, por biskotat vetëm i kam coptuar kështu në copëza më të mëdha. Përzijmë mirë tani, derisa gjitha biskotat të bëhen bashkë me kremin. Mos shtoni shumë biskota, sepse vetë biskotat do ta thithin kremin dhe do t'ju bëhet shumë e trashë pastaj. Le të mbetet pak më e lëngshme. Vazhdojmë tani kremin e përgatitur, ta shtojmë në gota, por mos i mbushni deri lart, sepse këtu tani do përgatisim edhe një krem tjetër. Tani i largojmë gotat anësh, vazhdojmë që ta përgatisim kremin e dytë. Në një tenxhere më të vogël do të shtojmë 300 gram mjedra. Tani tek mjedrat do të shtojmë një gotë çaji, 120 ml me ujë. Shtojmë edhe 3 lugë gjille me sheqer. Tani në tenxhere bashkë me mjedrat shtojmë edhe një pako puding me aromë të vaniljes. Përzijmë mirë dhe vazhdojmë t'i zijmë në zjarr mesatar derisa kremi të trashet. Dhe kremi me mjedra është gati. Tani sipër pjatave vazhdojmë që të shtojmë nga kremi me mjedra. Dhe tani për t'i dekoruar sipër do të marrim 100 gram çokoladë të qumshtit. Unë preferoj që çokoladën e qumshtit ta përdor Milka. Dhe sipër çokoladës do të shtojmë 150 ml krem pana. E vendosim në zjarr mesatar derisa të shkrihet tërësisht. Dhe tani me çokoladën e shkrirë i mbulojmë sipër gjitha. Pasi e shtojmë çokoladën, unë sipër do t'i dekoroj edhe me pak krem fëstëku, të cilin e kam shkrirë që të mund t'i bëj vijat më bukur. Pasi kemi përfunduar me dekorimin e ëmbëlsirave, lejojmë që të ftohen për 30 minuta në frigorifer dhe vazhdojmë t'i shijojmë. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju, do t'i shijoni me më dashurit e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.